Rubrika jonë e horoskopit është e përditshme. Nga na ndiqni, cila shenjë jeni? Horoskopi datë 16 dhjetor 2025. Dashi. Dashi ndodhet sot në ndikimin e një energjie të fortë planetare që ju shtyn drejt reflektimit për drejtimin e jetës suaj. Marsi ju jep forcë por kërkon kontroll, sepse çdo veprim impulsiv mund të ketë pasoja afatgjata, sidomos në çështjet financiare. Parat nuk janë problem sot, por mënyra si i menaxhoni mund të përcaktojë javët në vijim. Në dashuri, ata që janë në një lidhje ndjejnë nevojën për më shumë sinqeritet dhe qartësi. Mos lini gjëra pezull, sepse energjia e sotme nuk toleron heshtje. Beqarët janë magnetik, por duhet të dallojnë mes pasionit të momentit dhe një lidhjeje që ka potencial real. Shëndeti lidhet ngushtë me nivelin e stresit. Lëvizja fizike dhe ushtrimet ju ndihmojnë të shkarkoni tensionin e brendshëm. Shëndeti përmirësohet nëse respektoni rutinën dhe kufit apo limitet tuaja fizike. Demi. Venusi ndikon fuqishëm sot në shenjën tuaj duke ju dhënë qetësi dhe një ndjejë sigurie të brendshme. Financiarisht dita është e favorshme për planifikime afatgjata, jo për të ndërmarrë rreziqe. Një vendim i marrë sot me durim do t'ju shpërblehet më vonë. Në dashuri, çiftet përjetojnë një thellim të ndjenjave dhe një dëshirë për stabilitet emocional. Nëse do të rrini pak kohë larg partnerit tuaj, malli dhe dashuria do t'ju shtohet. Është momenti i mirë për të bërë biseda serioze rreth së ardhmes bashkë. Beqarët nga ana tjetër tërhiqen nga persona që ju ofrojnë siguri, jo drama. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje trupit dhe ritmit natyror. Mos e neglizhoni pushimin, gjumin e mirë dhe ushqimin cilësor dhe të kujdesshëm. Binjakët. Mërkuri aktivizon sot komunikimin dhe të menduarit tuaj sot, duke ju bërë më të shpejt, por edhe disit të shpërqendruar. Financiarisht keni kujdes me dokumentet, marrëveshjet dhe detajet e vogla që fshihen mes rreshtash. Një gabim i vogël mund të sjellë konfuzion në të ardhmen. Në dashuri, çiftet duhet të shmangin fjalët e thëna me nxitim. Një sqarim i sinqert do t'ju sjellë qetësi. Beqarët janë të favorizuar për njohje të reja, sidomos përmes bisedave dhe rrjeteve sociale, por duhet të dëgjojnë gjithmonë intuitën, pasi ajo rrallëherë gabon. Shëndeti që kërkon më tepër vëmendje është ai mendor. Keni nevojë për pushim dhe duhet të shmangni teknologjinë apo mbi ngarkesën me informacione. Gaforja. Hëna ndikon drejt për drejt në emocionet tuaja, duke ju bërë më intuitiv, por edhe më të ndjeshëm sot. Financat lidhen me familjen ose shtëpinë tuaj. Shmangini shpenzimet që e marrin shtysën nga emocionet. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë një lidhje më të thellë emocionale, por duhet të shmangin keqkuptime që lindin nga ndjeshmëria e tyre e tepruar. Kjo do të vihet re më tepër në çiftet ku të dy partnerët i përkasin shenjës së gaforres. Beqarët nga ana tjetër do të ndihen të tërhequr nga dikush që u jep ndjesinë e përkatësisë dhe ngrohtësisë. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por duhet të bëni kujdes me lodhjen dhe stresin e panevojshëm. Nga ana tjetër duhet t'i jepni prioritet shëndetit tuaj emocional. Qetësia dhe ambienti i sigurt janë çelësi i mirëqenies tuaj fizike dhe shpirtërore. Luani. Dielli ju jep forcë dhe karizëm, por sot dita kërkon për ulësi dhe mençuri. Financiarisht mund t'ju shfaqet një mundësi për përmirësim financiar, por vetëm nëse dini të bashkëpunoni. Luani ndodhet sot në një ndikim të fortë të diellit, që ju vendos përballë nevojës për të rishikuar mënyrën si po përdorni fuqinë tuaj personale. Një bashkëpunim do të ecë sipërpara vetëm nëse lini më një krenarin dhe dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve. Në dashuri, për ata që janë në një lidhje, energjia e ditës kërkon më shumë ngrohtësi dhe më pak dramë. Partneri ka nevojë të ndihet i vlerësuar, jo i dominuar. Beqarët janë në qendër të vëmendjes dhe mund të marrin sinjale të qarta interesi,
por duhet të kuptojnë nëse po kërkojnë admirues apo një lidhje të vërtet dhe afatgjatë. Shëndeti lidhet më shumë me energjinë tuaj fizike. Mos e shpërdoroni forcën tuaj për kanalizojeni në aktivitete që ju japin ekuilibër. Ygjëresha. Ygjëresha ndikohet fuqishëm nga Mërkuri, duke ju bërë analitik dhe të fokusuar në detaje. Financiarisht, kjo është një ditë ideale për të rregulluar çështjet e mbetura pezull, për të sistemuar dokumente apo për të bërë plane konkrete për javët në vijim. Nuk është dita që të ndërmerrni rreziqe, por dita e mençurisë. Në dashuri, ata që janë në një lidhje mund të ndjejnë nevojën për më shumë rregull dhe qartësi emocionale. Një bisedë pa kritika do të sjellë një përmirësim të dukshëm. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë përmes punës ose një angazhimi praktik ku njohja nuk lind nga emocionet e forta, por respekti dhe mirëkuptimi reciprok. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni rëndësi rutinës tuaj dhe sinjaleve që ju jep trupi. Mos e neglizhoni as lodhjen mendore. Peshorja. Peshorja ndodhet sot në kërkim të ekuilibrit të brendshëm, ndërsa Venusi ju shtyn të harmonizoni marrëdhëniet personale dhe ato profesionale. Financiarisht, një marrëveshje ose bashkëpunim mund të duket premtues, por kërkon analizë të thellë për të shmangur pabarazit. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për dialog dhe ndarje emocionesh. Heshtja nuk ju shërben sot. Një kompromis i bërë me zemër të hapur e forcon më tej lidhjen tuaj. Beqarët nga ana tjetër janë magnetik dhe shumë tërheqës, por duhet të shmangin idealizimin e tepërt të personave të rinj që hyjnë në jetën e tyre. Shëndeti lidhet me balancën mendore dhe emocionale. Arti, muzika ose një shëtitje e qetë do t'ju ndihmojnë të rifitoni qetësinë dhe balancën tuaj. Akrepi. Akrepi përjeton një ditë intensive në ndikimin e Plutonit sot, që nxjerr në pah dëshirat dhe frikrat tuaj më të thella. Financiarisht është e rëndësishme të veproni me strategji dhe të mos i zbuloni planet tuaja para kohe. Një vendim i matur sot do të ketë efekt afatgjat. Në dashuri, ata që janë në një lidhje ndjejnë nevojën për besim absolut dhe transparencë. Çdo ndryshim i pashprehur tek partneri mund të krijojë tension. Beqarët përjetojnë një tërheqje të fortë, por duhet të marrin kohë për të kuptuar nëse kjo lidhje ka baza emocionale apo është thjesht pasion kalimtar. Shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit të brendshëm. Shkarkimi emocional përmes aktivitetit fizik apo meditimit do të jetë shumë i dobishëm. Përpiquni të shmangni maksimalisht konfliktet me njerëzit që ju rrethojnë dhe janë afër jush. Shigjetari. Shigjetari ndikohet sot nga Jupiteri, duke ju dhënë optimizëm dhe dëshirë për të zgjeruar. Financiarisht dita sjell ide të reja dhe mundësi që lidhen me udhëtime, studime ose projekte që kanë të bëjnë me jashtë vendit. Ju keni kohë që po bëni planifikime të tilla. Kujdes të mos bëni premtime të mëdha. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për të dhënë hapësirë personale njëri tjetrit. Kontrolli i tepërt dhe posesiviteti mund të krijojnë distancë dhe ftohje emocionale. Keni nevojë të komunikoni pastër, pa filtra dhe pa rezerva. Beqarët nga ana tjetër janë të favorizuar për lidhje që ju sjellin emocione të freskëta dhe frymëzim, si asnjëherë më parë. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por shmangni teprimet dhe ruani një ritëm stabil gjatë ditës. Bricjapi. Bricjapi ndodhet në ndikimin e Saturnit sot, duke ju bërë më të fokusuar dhe më të vendosur se sa ju jeni zakonisht. Financiarisht dita i shpërblen projektet e vazhdueshme dhe punën tuaj të palodhur deri sot. Një projekt afatgjat me të cilin keni shumë kohë që punoni, mund të fillojë të jap rezultatet e para. Kjo do t'ju motivojë jashtëmase. Në dashuri, çiftet kërkojnë siguri. Është momenti i mirë për të diskutuar plane afatgjata dhe serioze për të ardhmen tuaj. Nga ana tjetër, beqarët tërhiqen nga persona të pjekur dhe që tregojnë përgjegjësi.
Shëndeti kërkon pushim dhe vëmendje ndaj shenjave të lodhjes fizike, ose te kaloni kufirin tuaj duke punuar dhe kujtohuni të bëni pushimet e nevojshme. Ujori. Ujori ndikohet nga Urani, duke sjellë ide të reja dhe nevojë për ndryshim. Financiarisht, mund të shfaqen mundësi përmes projekteve kreative apo teknologjike, por ju duhet të shmangni vendimet e nxituara. Peshojini mirë gjërat përpara se të merrni një vendim. Në dashuri, çiftet do të ndjejnë nevojën për komunikim më të hapur, të sinqertë dhe për respektimin e individualitetit të njëri tjetrit. Beqarët mund të njohin dikë përmes miqve të tyre ose në një aktivitet të pazakontë, ku lidhja do të nisë si miqësi dhe do të zhvillohet gradualisht. Shëndeti përmirësohet përmes angazhimit mendor dhe socializimit. Të rini të izoluar dhe vetëm nuk do t'ju bëjë mirë sot. Peshqit. Peshqit ndodhen në ndikimin e Neptunit. Neptuni urit ndjeshmërinë dhe intuitën tuaj. Financiarisht, dita do të kërkojë qartësi dhe të vendosurit kufi të qartë dhe të fortë. Mos bëni premtime të paqarta dhe përpiquni të shmangni vendimet emocionale të marra në emocione sipër. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për butësi dhe empati. Një gjest i vogël do të ketë një ndikim të madh në gjendjen tuaj shpirtërore. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të thellë që ju zgjon ndjenja të forta romantike. Megjithatë, është koha të ndërmerrni hapa të menduar mirë dhe të mos nxitoheni ende. Shëndeti do t'ju tregojë se prioritet kanë emocionet tuaja. Përpiquni të merreni me aktivitete artistike, meditim ose të kaloni kohë pranë ujit, liçenit apo një deti, pasi kjo do t'ju ndihmojë të riktheni ekuilibrin tuaj. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.